Unboxing time. Mua më zgjoj posta, është ora 10:30, më zgjoj posta për këtë prosin. Edhe më thënë drejtë më zot po e prisa, sepse këtu brenda ka gjëra shumë bukura, edhe më shumë emocionuar jam për coverat, kasat, nuk e di si i thoni ju, për telefonin, sepse kjo që kam, e kam lërë goxha lek, por ka mbi një vit që e mbaj dhe nuk e heq asnjëherë. Por nga cepat ka filluar sikur i ka ikur pak ngjyra dhe nuk më pëlqen dhe më duket sikur ma tregon telefonin shumë të vjetër, nuk e di dhe nuk më pëlqen dhe këtu brenda ka 2 kasa shumë bukura. Unë patjetër që ja kam hap pakun se nuk mund të prisja që të zgjohesh, atë laja syt, të bësh gati ku dëgjon edhe të bëja një unboxing para kameras, por i kam hapur. Anyway, do t'ju tregoj, kam marrë tek Girls Only Store, Girls me 2 s, vis poshtë Only Store, do ta lë edhe në video edhe në caption profilin e vajzës. Më ka sjell një poshet është shumë i bukur. Unë në fakt ja usha letën që kishte brenda për të mbajtur formën, po kjo nuk ka nevojë për letër se është gjatë. Unë i kam shumë qejf poshetat që nuk e humbasin formën, ta kanë këtë materialin e qëndrueshëm. Nga brenda është e kuqe, shumë e bukur. Ka vetëm një xhep kryesorin, por gjithsesi nuk më duan xhepat të tjerë, se vetëm telefonin edhe çelësat e shtëpisë mbaj kur dal, kështu që nuk më duhet gjë tjetër. Maksimumi një kartë, një lipstik, po gjëra që i merr të gjitha këtu. Është shumë interesante, shumë e bukur është. Me 0.5 të filloj ta përdor. Ndërkohë do dalim aty ku me 0.5 që ja tregoj edhe me 0.5 t'ja ndroj kasën, telefonit tim. Kam ka sjell këto 2 kasa. Kjo është e kuqe, me xixa, në këtë fjongon këtu, shumë e bukur. Edhe kjo shumë bukur janë të dyja. Në 0.5 të filloj t'ja vendos, sepse ajo imja nuk e di, nuk e shoh dot më me sy. Këto të dyja kishin një paketim shumë bukur. Po tjetër që unë kur i pash e grisa paketimin. Edhe realisht unë kanë ardhur kështu, kanë ardhur paketuara, por që gjithsesi. Ndërkohë, këtu kam edhe bizhu, unaza. Unë vdes për unaza dhe për vath. Nëse do më pyesni çfarë bijuterish kam qef, janë unazat dhe vathët. Vathët i dua një çik të mëdhenj, gold, nuk jam shumë pro silverit. I dua gold, i dua të çuditshëm, se në verë më pëlqen të eksperimentoj. Ndërsa në dimër pothuajse s'mbaj fare vath, ndërsa në verë mbaj çdo ditë vath. Dhe bizhu kam vetëm vath, nuk kam unaza. Unaza kam vetëm këto floririt dhe asgjë tjetër. Dhe më ka sjell ca unaza, sepse unë në fund të këtij muaji nisem për pushime në Greqi dhe do të kem mundësinë t'i vendos atje. 0.5 në fakt që t'i vendos. Sa të bukura paketimet. Këto kutit janë shumë bukura. Unë kur t'i vendos këto kuti do t'i mbaj për bijut e mia të floririt, se kam goxha dhe nuk i kam të sistemuara në për kuti, po i kam të futura 3-4 gjëra në një kuti, 3-4 gjëra në një kuti tjetër. Edhe këto do më ndihmojnë që t'i sistemojnë më bukur, se që janë edhe shumë bukura. Kaq, do t'ua lë tak faqen. Mund t'i shkruani vajzës për çmime. Kam marrë dhe gjëra shumë bukura, kishte marrë unaza shumë bukura. Mund t'i shkruani në Instagram, nuk e di nëse ka TikTok, po nuk e besoj. Do ta lë emrin edhe mund ta kërkoni me të njëjtin emër që do lë në caption dhe në video në Instagram. Çmimet i ka perfekte, nuk i ka çmime të shtrenjta. Ka çanta shumë bukura, ka si kjo, ka dhe një model të bardhë që është super për verën. Edhe siç e pat edhe cilësinë është perfekt. Kaq, shihemi në video të tjera sepse kam sërish unboxing për të bërë. Kam disa qese këtu që kanë mbi një javë për të bërë unboxing, por unë kam qenë shumë e lodhur dhe nuk kam patur mundësinë që të bëj video gjatë javës. Kështu që ditën e diel do ta shfrytëzoj për të bërë video. Shihemi të videot e tjera. Kjo është kasa që ka telefoni im aktualisht. Kjo është kasa që vendoset i vendos